Kryeministri Edi Rama mblodhi këtë të shtunë Asamblenë e Partisë Socialiste të Shqipërisë në Dibër, ku në fjalën e tij u ndalte zhvillimi i bujqësisë, integrimi evropian dhe situata politike në vend. Gjatë fjalës së tij nuk kurseu kritika ndaj opozitës, duke e akuzuar se përhap akuza dhe dezinformim, ndërsa sipas tij vetëm Partia Socialiste ka kapacitetin për të çuar përpara procesin e integrimit evropian. Rama u bëri thirrje socialistëve të refuzojnë baltën dhe dhumin e kundërshtarëve politik dhe të angazhohen për të përmbushur objektivat e vendit drejt Bashkimit Evropian. Ju duhet të jeni të vetëdijshëm deri në fund që roli juaj, roli ynë, roli i çdo socialisti është që këtë ndjenjë, këtë vetëdije ta bartë në të përditshmën e vet, duke refuzuar që të bjerë pre e gjithë asaj balte, e gjithë ati llumi, e gjithë atyre erave të këqija që ngrihen për ditë e për natë kundër nesh, duke qenë kudo gati për t'i kthyer përgjigje dhe për t'i kthyer mbrapsh andej nga vinë të gjitha ato helme që shpërndahen në ajër nëpërmjet lloj-lloj tenxheresh, e lloj-lloj kanalesh, e lloj-lloj portalesh, sepse ka shumë rëndësi që ne të qëndrojmë të fort, të bashkuar dhe të vetëdijshëm për ta çuar deri në fund misionin ton dhe të mos prekemi, të mos afektohemi, të mos lëndohemi, të mos dorëzohemi përballë këtyre prurjeve të përditshme të dizinformacionit, të gjysmëvërtetave që janë dhe rrenat më të mëdha. Pasi përmendi krijimin e shoqërisë së parë të bashkëpunimit bujqësor të fermerëve Dibran dhe Bashkisë Dibër për qershit të quajtur Dibra Origin, Rama deklaroi se një tjetër shoqëri e dytë është duke u krijuar. Vetëm Partia Socialiste mund ta kryejë këtë mision kombëtar. Asnjë forcë tjetër politike